ua prezentojmë audiolibrin e radhës, fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit. O Zoti i madhërisëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhamedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj më afro pranë cili do prej tyre në ditën e llahtarisë së madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithëmëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hir të dashurisë së madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Muadh ibn Gjebeli, më i dishmi i umetit tim për halalin dhe haramin, është Muadh ibn Gjebeli, Muhamedi a.s. Kur gadishulli arab u ndriqua me dritën e Kur'anit dhe të drejtësisë, djaloshi Medinas Muadh ibn Gjebeli ishte ende i ri. Në vendin e tij dallohej me mendje prehtësi, larg pamësi dhe vendosmëri të lartë. Krahas kësaj, ai ishte i pashëm, syzi, flok kuqrremt, dhëmb vezullues, i ambushte syrin atij që e shikonte dhe i pushtonte zemrën. Muadhi pranoi Islamin me ndikimin e thirrësit Mekas, Mus'ab ibn Umeirit. Natën e ngjarjes së Akbarës, u shtri dora djaloshare e Muadhit dhe u përshëndet me dorën e pejgamberit fisnik, duke i dhënë besën atij me dëshirë. Muadhi ishte në grupin e përbërë prej 72 vetave, të cilët i amësyn Mekës dhe u gëzua pa mas për takimin që patën me Resulullahun a.s. për përcjelljen që ja bën atij me ndërmarrjen e hapave të historisë më të shkëlqyeshme dhe për të shënuar faqet e saj më të ndritshme. Po sa u kthye, fatosi nga Meka së bashku me disa moshatar të tij, formoi një grup për t'i thyer idhujt dhe dëbuar nga shtëpitë e politeistëve në Medinë, duke e kryer këtë herë fshehurazi e nganjëherë edhe haptazi. Në saj të lëvizjes së këtyre fatosave, njëri prej burrave më të mëdhenj të Medinës, i quajtur Amr ibn el Gjumuh, pranoi fenë islame. Amri ka qenë njëri prej krerëve të fisit Benu Seleme dhe njëri nga zotrinjtë e tij. Ai mori për vete një idhull të punuar prej drurit të çmueshëm, ashtu sikur që bënin të gjithë autoritarët. Plaku kujdesej shumë për idhullin e tij, sa që e mbështelte me mëndafsh, e lyente dhe e pudroste çdo mëngjes me erëra të këndshme. Fatosat u ngritën dhe shkuan te idhulli i Amrit në errësirë të natës, e hoqën prej vendit të vet dhe dolën me të mbrapa shtëpive të fisit Benu Seleme, e hodhën në një grop në të cilën grumbulloheshin mbeturinat. Po sa u zgjua, plaku e kërkoi idhullin, por nuk e gjeti. E kërkoi në çdo vend, derisa e gjeti të përdhosur në një grop, të zhytur në mbeturina, e atëherë tha: "Mirë për ju, kush bëri armiqësi ndaj Zotit ton këtë natë?" E nxori idhullin nga mbeturinat, e pastroi, e pudrosi dhe e ktheu në vendin e mëparshëm e i u drejtua: "O menat, për Zotin, sikur ta di se kush e bëri këtë me ty, do ta përshtatësoja." Kur u errësua, plaku ra për të fjetur, kurse djelmoshat u përvodhën, shkuan deri te idhulli dhe vepruan njësoj si natën e kaluar. Ai e kërkonte idhullin përsëri gjersa e gjeti në një grop tjetër. E nxori atë, e pastroi
e pudrosi dhe ju kërcënua ashpër atyre të cilët bën armiqësi ndaj tij. Pasi që njëjta gjë u përsërit nga djelmoshat, plaku e nxori idhullin prej nga e kishin hedhur dhe e pastroi atë. Pastaj erdhi me një shpatë, të cilën i avuri idhullit dhe i u drejtua duke i thënë: "Për Zotin, nuk e di kush po vepron kështu ndaj teje, gjersa ti e sheh. Nëse ke diç të mirë e të dobishme, o menat, atëherë mbroje vetveten. Ja, këtë shpatë e ke me vete." Përsëri gjatë natës shfaqën armiqësi ndaj idhullit dhe ja morën shpatën e varur në qafë. E lidhen atë për fyti të një qeni të ngordhur dhe i hodhën që të dy në njërin prej atyre gropave. Kur u zgjua plaku u përpoq që ta kërkoj idhullin e vet, derisa e gjeti të hedhur në mes të mbeturinave, krahas një qeni të ngordhur dhe të përlyer në fytyrë. Në atë rast shikoi në të dhe tha: "Për Zotin, po të ishe Zot, ti nuk do të ishe në mes të një grope, i lidhur së bashku me një qen." Andaj plaku nga fisi Benu Seleme pranoi Islamin dhe ai shqiptoi fjalën e dëshmisë. Kur pejgamberi a.s. arriti në Medinë, djaloshi Muadh ibn Gjebeli u shoqërua me të dhe përcillte atë si hija objektin e vet. Nga ai e mori Kur'anin, e mësoi legjislaturën islame, derisa u bë njëri prej lexuesve më të spikatur të librit të Zotit prej radhëve të sahabëve, si dhe u bë njohës i dispozitave të tij. Yazid ibn Kutejbi në lidhje me këtë na rrëfen: "Kam hyrë në xhami të Himsit, që ishte një vend në Siri, kur qel një djalosh me flok kaçurrela, kurse për rreth tij janë mbledhur njerëzit. Kur fliste ai, dukej sikur nxirrte nga goja dritë dhe xhevahir. Pyeta: "Kush është ky?" Më thanë: "Ky është Muadh ibn Gjebeli." Ebu Muslim el Havlani transmeton dhe thot: "Kam ardhur në xhami të Damaskut, kur që një rreth njerëz, një tubim për të fituar dije nga shokët eminent të Muhamedit a.s. Në mesin e tyre qëndronte një i ri, syzi, dhëmbardh, dhe kurdo që nuk pajtoheshin rreth ndonjë çështjeje në lëmin e dijes, këshilloheshin me atë djalosh. Atëherë pyeta njërin që ishte ulur pranë meje: "Kush është ky?" Ai tha: "Është Muadh ibn Gjebeli." Kjo nuk është për të na befasuar, sepse Muadhi është edukuar dhe arsimuar në shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qysh kur i ka pasur thonjt ende të butë. Ai doli nga duart e tij, ku e mori dijen prej burimeve të tij të begatshme. Mori njohurit nga burimi i tyre i vërtet. Ai ishte nxënësi më i mirë, i mësuesit më të mirë. Muadhit i mjafton për dëshmi ajo që për të ka thënë pejgamberi a.s. Më i dituri nga umeti im mbi halalin dhe haramin është Muadhi. Mjafton që ai është vlerësuar mbi gjithë umetin e Muhamedit a.s. sepse ai ka qenë njëri prej 6 vetëve të cilët e kanë tubuar Kur'anin në kohën e pejgamberit a.s. Kështu që kur bisedonin sahabët e në mesin e tyre gjendej Muadhi, ata e shikonin me dro dhe respekt për hir të diturisë që zotëronte. Me që kishte aftësi të dalluar, Muhamedi a.s. dhe 2 halifët pas tij e kanë angazhuar Muadhin në shërbim të fesë islame dhe të muslimanëve. Kur Muhamedi a.s. i sheh grupet kurejshite, të cilat turma hynin në islam, ai e ndjeu nevojën e muslimanëve të rinj për një mësues të madh, i cili do t'ua mësoj islamin dhe do të i pajis me njohuri mbi dispozitat islame. Atëherë Muhamedi a.s. e emëroi
si përfaqësues të veti në Mekë Atab ibn Usaidin, ndërsa Muadhin e angazhoi aty që t'ua mësoj njerëzve Kur'anin dhe që t'i pajis ata me njohuri islame. Kur erdhën emisarët e mbretërve të vendeve të Jemenit te Resulullahu a.s. që ta pranojnë islamin, ata kërkuan që të dërgohet me ta cili do që t'ua mësoj njerëzve fenë e tyre. Atëherë pejgamberi a.s. vendosi që për këtë mision ta emroi njeriun që ishte më i afti dhe më i shkathti ndër shokët e tij. Kështu, me këtë detyrë e angazhoi Muadhin dhe e urdhëroi të shkojë me ta. Personalisht pejgamberi fisnik doli që ta përcjell këtë delegacion të udhërrëfyesve të dritës. Ai filloi të ecë në krahun e poshtëm të devës së Muadhit, gjërsa ai ishte hipur. Pejgamberi a.s. vazhdoi të ecë krahas tij dhe siç dukej kënaqej në shoqëri me Muadhin. Mandej i tha këto porosi: O Muadh, ndoshta nuk do të më takosh mbas këtij viti. Sigurisht se ti do të kalosh pranë xhamisë sime dhe varrit tim. Atëherë Muadhi qajti përmallshëm pse po ndahej nga pejgamberi a.s. e me të qajtën edhe muslimanët. Paralajmërimi i pejgamberit fisnik u vërtetua, sepse sytë e Muadhit nuk u kënaqën më dhe nuk e pan Muhamedin a.s. mbas atij rasti. Pejgamberi a.s. u nda nga kjo jetë para se të kthehet Muadhi nga Jemeni. Padyshim se Muadhi qajti posa u kthye në Medinë, kur pa varrin ku ishte vendosur trupi i të dashurit të tij, pejgamberit a.s. Kur e mori sundimin Omeri radiallahu anhu, e dërgoi Muadhin te fisi Benu Kilab, me qëllim që t'ju ndaj atyre pasuritë e tyre dhe t'ju shpëndaj varfënjakëve lëmoshën e të pasurve. Muadhi e krijo me nder atë që ishte besuar dhe u kthye te gruaja e vet me një shtroj, e cila vendoset mbi shpinë të kafshës nën shal, me të cilën edhe kishte shkuar dhe e kishte mbështjellur për qafe. Kurse e shoqja i tha: Ku është dhurata që ma ke sjell, ashtu siç u sjellin mëkëmbësit familjeve të tyre? Ai u përgjigj: Unë kisha një përcjellës dhe kështu mendonte në Allahun xhaleshanhu, që ishte gjithnjë i zgjuar dhe më përcjellte mua. Ajo tha: Ti ishe besnik ndaj Resulullahut dhe ndaj Ebu Bekrit, e Omeri ka dërguar përcjellës për ty? Ajo e përhapi këtë lajm te gratë e Omerit dhe i u ankua atyre. Lajmi i arriti Omerit, i cili e thiri Muadhin dhe i tha: Unë të kam dërguar ndonjë përcjellës që të përcjell ty? Ai i u përgjigj: Jo, o emiri besimtarve, por unë gjeta diç që të arsitohem tek ajo. Përveç kësaj, Omeri radiallahu anhu qeshi dhe i dha atij diçka e i tha: Bëre të kënaqur me të. Në kohën e Omerit gjithashtu atij shkroi mëkëmsi i Shamit, Jezid ibn Ebi Sufjani, e i thot: O emiri besimtarve, vërtet populli i Shamit është shtuar dhe ka mbushur qytetet. Ata kanë nevojë për një njeri i cili u mëson Kur'anin dhe fenë e tyre. Andaj më ndihmo me njerëz, o emiri besimtarve, që do t'i mësojnë ata. Atëherë, Omeri i thiri 5 veta të cilën e kishin tubuar Kur'anin në kohën e pejgamberit a.s. Ata ishin Muadh ibn Jabeli, Ubadetu ibn Es-Samit, Ebu Ejub el-Ensari, Ubejd ibn Kab dhe Ebu Ed-Derda, kurse Omeri i u drejtua atyre. Vërtet vëllezërit tuaj nga populli i Shamit kanë kërkuar ndihmë nga unë që
t'ju a dërgoj disa njerëz të cilët do t'ju a mësojnë atyre Kur'anin dhe do të i pajisin me dije për fejnë e tyre. Andaj, më ndihmoni, Zoti ju mëshiroft. 3 nga ju, nëse dëshironi, zgjidhni, hidhni short, e nëse jo, atëherë do t'i caktoj 3 prej jush. Ata thanë, përse të hedhim short? Ebu Ejubi është i moshuar, kurse Ubeji njeri i sëmur, andaj kemi mbetur na 3. Omeri ju tha, filloni në Hims, dhe kur të kënaqeni me gjendjen aty, njëri prej jush le të mbetet aty, kurse njëri le të shkojë në Damask dhe i treti në Palestinë. Sahabët e Resulullahut u ngritën dhe zbatuan atë që i urdhëroi Omeri, duke filluar së pari në Hims. Pastaj, aty mbeti Ubade ibn Samit. Ebu Derdau shkoi në Damask, kurse Muadhi shkoi në Palestinë. Muadhin atje e goditi kolera. Në momentet e vdekjes, ai u drejtua nga kibla dhe filloi ta përsëriste këtë refren. Mirë se erdhe, oj vdekje, mirë se erdhe. Një vizitor ka ardhur mbas një mungese. Një i dashur vizitoi me mall, pastaj shikoi ka qielli dhe tha, o Zoti im, ti e di se vërtet nuk e kam dashur këtë botë, as qëndrimin e gjatë në të, për mbjelljen e drojnive, e as për rrjedhën e lumenjve, por isha jetur për diçka më të vlefshme, më meritore dhe më të rëndë, për t'i bartur vështirësitë në tubimet e dietarëve dhe për të hyrë në radhët e përkujtuesve të dijes. O Zoti im, pranoje shpirtin tim me mirësinë tuaj, që ti e pranon shpirtin besimtar. Pastaj u largua shpirti i tij i pastër nga trupi, duke qenë larg prej familjes dhe farefisit, thirrësi në të vërtetën i shpërngulur në rrugën e Allahut. نامت أعيني